Atëherë përshëndetje nga ne. Përshëndetje. Këtu jemi me Almën. Do me thënë mbrëm e kishim orën e natës, kurse sonte kemi ditën e fundit, orën e 36. Dhe ora 36 është se ku duam të aftësojmë kandidatin, kështu që ne kemi përzgjedh poligonin. Apo? Jashtë vendbanimit dhe në vendbanim kemi bë mjaft orë, kështu që nuk kemi më nevojë. Kemi nevojë ta ripërsërisim ushtrimin që kemi në poligon, që më pas do e kemi edhe provim. Apo Alma? E tash nga se në poligon s'kemi qenë prej ditët e para, për arsye se 3 ditët e para i kemi në plan program në poligon, kurse ditët në vijimi kemi jashtë vendbanimit dhe vendbanim. Kështu që sot e përzgjodhem që të vim këtu, edhe të shohim se çfarë pikash kemi harruar edhe çfarë duhet të mësojmë. Atëherë le të vazhdojmë, unë do zbres prej veture tash edhe do i bëje ushtrimet Alma vetë të shoh se ku duhet t'i ndihmoj. Atëherë unë tash kam zbrit prej veturës dhe do e shohim se a ka nevojë Alma t'i ndihmoj gjatë procesit ushtrimeve. Do shohim nëse i bën mirë, ok, nëse nuk i bën mirë, atëherë do kemi nevojë t'i ndihmoj. Megjithse nuk është në provim, është në ushtrime, e ka ditën e fundit, si që e potencuam pak më herët, ta aftësojmë më shumë këtë lëmi. Njëherë mirë është duke ardhur, nuk ka ndonjë pengesë. Do me thënë ushtrimin e parë kemi formën S, ku duhet as para, duke shkuar para, apo as mbrapa, ta shkele vijën e plot. Do me thënë super është duke e bë ushtrimin. Ka rreziku pak kënën e djathtë, mirë po, mirë është. Super ishte, vetëm duhet ta mbajmë anën e majt, mos na zgjirohet vendi nga ana e majt. Një lëshim i vogël vetëm këtë pjesë. Do me thonë duhet ta mbajmë ende timonin majtas që të mbrim drejt, apo të vim drejt. Kemi shku pak nga ana e djathtë, mirë po në këtë mënyrë e kalojmë provimin. Okej, vazhdojmë të ushtrimi i dytë. Ushtrimin e dytë e kemi deri prej të stopi, nxirën para njëherë. Prej të stopi do kalojsh te ushtrimi i dytë. Okej, do me thonë kemi hapësirë edhe kemi nevojë edhe pak të korrigjohemi, mirë po në përgjithësi në këtë mënyrë, do me thonë është në rregull. Tash prej të ushtrimi parë, vazhdojmë te ushtrimi i dytë. Tash ushtrimin e dytë e kemi gjysmë rrethi, është rreshtu fiks, ashtu si duhet. Edhe pak para, edhe pak. Do me thonë këto vjet e ndërprera i llogaritim si mur. E tash ne duhet të afrohemi te vjet e ndërprera. Tash full timonin e marrim djathtas. Edhe përsëri vijën e bardhë mbas nuk duhet ta shkelim. Ajo vija e bardhë llogaritet muri. Edhe pak. Stop. Okej, edhe do me thonë nuk e kemi shkel, nuk i kemi ra muri. Tash përsëri full timonin majtas. Edhe vazhdojmë te ushtrimi i tretë. Mesin e kursijis, Alma. Mesin e kursijis. Stop që aty. Okej, përfunduam ushtrimet në poligon. Edhe unë tash ndali vrapimin. Mirë që erdhëm poligon, kishte
nevoj kandidatja ti freskoj ushtrime. Me thanë si duket i kisht haru pak, kuptohet ka qenë vetëm ditët e para edhe normal ditën e fundit e kemi për aftësim të kandidatës. Kështu që i rifreskum ushtrimet, apo ta shikojmë me vetëbesim më të plot. Unë e inqizova fix momentin e parë që kandidatja i bonte ushtrimet, duheshe t'i kujtohen se si janë ushtrimet. Mirë po më pas i korrigjuam. Kështu që tash na kanë ngel disa minuta shkurt, 10 minuta, dhe do kalojmë përsëri në vendbanim dhe jashtë vendbanimit kemi shofere perfekte, edhe ushtrimet i korrigjuam, do me thënë mjaftoshëm, do me thënë e kapëm atë thelbin përsëri, se si t'i bëjmë ushtrimet. Vazhdojmë djathtas, e mbajmë kursin anën e gjatë, tash sinjalizon majtas edhe shive pas qirën majtas. Okej. E mbajmë kursin nga ana e majt, mirë jemi. Edhe disa minuta shkurt i ripërsërisim, dhe thonë pozicjen në vendbanim. Si të duke në ushtrimet në poligon? Të freskon, të rikëthin. Po për 2-3 qarkullime në poligon edhe u kriju rikëthin pikat. Apo se poligoni është me pika, nuk është se unë jam shofere profesionale dhe mund t'i bëj ushtrimet, apo. Jemi në rreth rrotullim. Okej, dhe vazhdojmë për gjendër. E mbajmë, do me thonë, anën e majtë të kursis. Sinjalizojmë gjata, super. Edhe përsëri nga ana e majtë që ndrojmë, apo. Tishulli këmsorve, nuk kemi këmsor. Zakonisht qytetin e kemi full me trafik. Mirë po ne jemi mësuar me trafik, apo. Në duket, të me thonë shumë lodhje, shqetësim trafiku. Shqetësim. Po. Lodhje është pak, kur e mbajmë kolonën. Okej, me kujdes. Këmsor s'kemi, vazhdojmë para, kemi rreth rrotullim, anën e majtë kemi vetur. Okej, e presim krahun e majtë. Okej. Pas kësaj veturës, prit edhe pa, hajde vazhdo tash. Okej, me kujdes. Kemi këmsor, shkojmë këmsorit, më pas vazhdojmë ne. Vazhdojmë. Zjerim të dytën. Sinjalizojmë, dhe që përnë. Vazhdojmë. Dale sinjalit. Okej, dhe kjo ishtë në pikat të shkurtra se si ne realizojmë orën e fundit, orën e 3:06. Andaj ju ftoj që të ndiqni kanalin tim më pas me kandidatët e radhës. Nga ne atëherë, miru ta kofshim videon e radhës.